Mirdita, sot po bëj qofte me kunguj. Qofte kunguj të freskët. Ku ta marr kungujt, i kam bërë me rende, i kam bërë një 5-6 minuta, u kam hedh pak krip sa të lëshojë në ujin. Tash i marr dhe i shtrydh, dhe do të sa ujë të nxjerrën, aq më mirë është. Janë kunguj që hajnë me qik kosë, me qik xaxhiq, me hudhër, bëjnë shumë të mirë. Kanë kohën e tyre. Tu janë 2 kunguj mesatar. Jo të mëdhenj shumë, jo dhe të vegjël. Tu kam dhe 2 kokra patate, 2 me 3. Po t'jenë të mëdhaja, do përdorni 2. Po t'jenë të vogla, 3. Si ta shikoni. Edhe patateve po një lloj kam hedh pak krip edhe i lash të nxjerr lëngu dhe patateve. Ka më shumë kungu se sa patate. Hedh me radhë, tash i shtoj një kokër vezë. Shtoj 2 thelpa hudhrave, 2 me 3 thelpa hudhrave të grira. Tu kam kopër të grirë holl dhe kopër, do erza. Dhe këtu kam vjozën. E vjozën po të grirë. Mi përzeti gjitha bashk. Tash po ndes furrin. Furrin do të vete 180 gradë. I shtoj qik piper. I shtoj dhe 3 lugë miell mistri. Dhe 2 lugë miell gruri. I shtoj dhe djath të bardhë të prera në copat të vogla. I shtoj dhe pak vaj brenda, sepse nuk do t'i skuq, do t'i bëjnë furrë të sobës. Po t'i skuq që shpin vaj shumë, kështu nuk duan vaj, bëjnë më të mira. Kështu i duan dhe kështu i bëj gjithmonë në furrë, jo në tigan. Bëjnë edhe në tigan, po të doni, po pin vaj më shumë. Ju hedh miell misri i embëlton, e bën të shkripur, ka cilësi tjetër nga mielli i grurit, shkon me kungujt me këto. Dhe gjithandej edhe në byrek gjithandej përdor miellin e misrit. Tash do të shoh për krip. Mire ka kripën se do piqet dhe lëshohet djathi. Trehet djathi dhe lëshon kripën. Shijen e kanë shumë të mirë. Marr tepsin, kam vënë një letër nga këto të qekjes dhe e mbledh me dorë. I bëj si qofte. I bëni të mëdha sa të doni. Më dalin jashtëzakonisht mira në furrë. Shoqërohet me një qik kos, i me xaxhiq, si tarator me kos që themi ne, me hudhra, me kastravec. Tash ju kaloj pak për sipër qik vaj. Tash jo t'i bëj në furrë të sopës, kohën sa do hanë furrë të sopës do të shikoj. Do t'ju them sa do më haj 3 qerekore, 1 orë. Atje do të shikoj mbas pjekjes. Mbas 3 qerekore, qoftet me kungujt janë gati.
Si shikoni, janë pjekur mirë, janë shumë të shishëm, tash që nxjerrin edhe ata aromën, jo të hudhërës e koprës e të djosmës që ka brenda, janë shumë të mirë. Ja si janë pjekë poshtë lartë, për e hap një, janë të nxehtë shumë dhe nuk mundet. Akoma, kungulli do shumë të ftofet, unë e shoqëroj me tarator, me kos, mund të shoqëroni vetëm me kos, o me i salat. Këto janë qoftet me kungull për sot. Ju falenderoj për shikimin, ju uroj shëndet dhe një ditë të mbarë.